Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini përsëri në Shqipify. Sot është një ditë shumë e veçantë. Më 4 korrik 2026, Shtetet e Bashkuara të Amerikës festojnë 250 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Është një moment historik jo vetëm për amerikanët, por edhe për shumë njerëz në mbar botën që admirojnë historinë, kulturën dhe ndikimin e këtij vendi. Më 4 korrik 1776, 13 kolonit amerikane shpallën pavarësinë nga Britania e Madhe. Ky dokument, i njohur si Shpallja e Pavarësisë, shpalli se të gjithë njerëzit janë krijuar të barabartë dhe kanë të drejta themelore si liria dhe kërkimi i lumturisë. Këto ide kanë ndikuar në shumë vende dhe lëvizje demokratike gjatë 2 shekujve e gjysmë të fundit. Sot, Shtetet e Bashkuara janë një nga vendet më të mëdha dhe më të larmishme në botë. Nga qytetet moderne si New Yorku, Chicago dhe Los Angeles, deri te peizazhet mahnitse të parkut kombëtar Grand Canyon, Yellowstone dhe malet e Alaskës, Amerika ofron një shumëllojshmëri natyre dhe kulturash që është e vështirë të gjendet diku tjetër. Amerika është gjithashtu një vend i ndërtuar nga emigrantët. Për më shumë se 200 vite, njerëz nga pothuajse çdo cep i botës kanë shkuar atje për të ndërtuar një jetë më të mirë. Kjo ka krijuar një shoqëri shumë kulturore, ku gjuhë, tradita dhe zakone të ndryshme bashkëjetojnë çdo ditë. Kontributi i Shteteve të Bashkuara në shkencë, teknologji dhe inovacion është i jashtëzakonshëm. Universitetet amerikane janë ndër më të mirat në botë. Kompani si Apple, Microsoft, Google, Tesla dhe shumë të tjera kanë ndryshuar mënyrën se si jetojmë, punojmë dhe komunikojmë. Shumë nga teknologjitë që përdorim çdo ditë janë zhvilluar në Amerikë. Sigurisht, asnjë vend nuk është i përsosur. Edhe Shtetet e Bashkuara kanë pasur sfida dhe vazhdojnë të përballen me probleme të ndryshme. Por historia e Amerikës është edhe historia e përpjekjeve për të përmirësuar, për të zgjeruar liritë dhe për të ndërtuar një shoqëri më të drejtë. Pikërisht, kjo aftësi për të ndryshuar dhe për të ecur përpara është një nga arsyet pse vendi vazhdon të ketë ndikim në botë. Edhe kultura amerikane ka pasur ndikim të madh në botë. Muzika jazz, rock, blues dhe hip-hop kanë lindur në Shtetet e Bashkuara. Hollywoodi është bërë simbol i industrisë së filmit, ndërsa sporte si basketbolli dhe bejsbolli njihen në mbar globin. Për ne shqiptarët, marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara kanë një rëndësi të veçantë. Miqësia mes 2 vendeve ka më shumë se 1 shekull histori dhe është forcuar vazhdimisht. Një nga figurat më të dashura për shqiptarët është presidenti Wilson. Pas luftës së parë botërore, ai mbështeti të drejtën e Shqipërisë për të ekzistuar si shtet i pavarur në një kohë kur vendi ynë rrezikonte të ndahej mes fqinjeve. Për këtë arsye, shumë shqiptar e kujtojnë ende me respekt dhe mirënjohje. Më vonë, gjatë krizës në Kosovë në vitin 1999,
Shtetet e Bashkuara luajtën një rol vendimtar në mbështetjen e popullsisë shqiptare të Kosovës. Kjo ngjarje e forcoi edhe më shumë lidhjen mes shqiptarëve dhe Amerikës. Sot, Shqipëria dhe Shtetet e Bashkuara janë aleat në NATO dhe bashkëpunojnë në shumë fusha, si mbrojtja, arsimi, ekonomia dhe kultura. Çdo vit, shumë shqiptar studiojnë, punojnë ose vizitojnë Amerikën, ndërsa komuniteti shqiptaro-amerikan vazhdon të jap një kontribut të rëndësishëm në shoqërinë amerikane. Në këtë përvjetor të 250, urojmë miqve tanë amerikan gëzuar ditën e pavarësisë dhe për ju që po mësoni shqip, shpresoj që kjo video t'ju ketë ndihmuar të mësoni fjalë dhe shprehje të reja. Faleminderit që ndoqët Shqipify. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni ta pëlqeni, ta shpërndani dhe të abonoheni për më shumë mësime të gjuhës shqipe. Mirupafshim dhe shihemi në videon tjetër.